A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahun xhalla shanu e falendrojmë, salavatat, selamet, përshëndetjet tona dërgoj Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Xhamat e pranishëm, ne vazhdojmë me ndërmjetësimin që Allahu xhalla shanu do t'ja mundson njeriu të ditën e Kiametit. Një nga ata ndërmjetësimet, punët që e ndërmjetësojnë njeriu ishte edhe agjërimi. Sot do të flasim për punën e ditë, për ndërmjetësimin që të bëhet njeriu ditën e Kiametit. Është edhe libri i Allahu xhalla shanu Kur'ani. Se do pejgamberi alayhi salatu wassalam, al-Qur'anu was-siyamu yashfi'ani li sahibihi yawm al-qiyamah. Edhe Kur'ani, edhe agjërimi do të ndërmjetësojnë për njeriu ditën e Kiametit të Allahu xhalla shanu. Andaj sot do të flasim për vlerën e Kur'anit, për librin e Allahu xhalla shanu, ku Allahu xhalla shanu këtë dhuratë të madhe ja ka dhënë mbar njerëzimit të ummetit të Muhamedit alayhi salatu wassalam. Andaj çdo herë ka nevojë që të flitet për këtë temë, për vlerën e Kur'anit, që njerëzit të angazhohen më shumëti me librin e Allahu xhalla shanu. E sidomos në Ramazan bëhet kjo temë alo më e rëndësishme për njeriu, për agjëruesin, sepse njeriu duhet në Ramazan të angazhohet pak më shumë se sa jashtë në Ramazanit me librin e Allahu xhalla shanu. Padyshim se Kur'ani është fjalë e Zotit. Është një libër që e ndryshon jetën e njeriut. Është libër që sjell qetësi, udhëzim, rahati, shpëtim. Për atë i cili e lexon, për atë i cili e vepron sipas saj. Nëse ne nuk angazhohemi, nëse muslimani apo agjëruesi nuk angazhohet në muajin e Ramazanit me librin e Allahu xhalla shanu, kur shejtanët janë të mbyllur, shejtanët janë të prangosur, a thu vallë, kur do të angazhohet një musliman, i cili i thot vetit musliman, edhe në Ramazan nuk e merr librin e Allahu xhalla shanu me lexu. Jashtë Ramazanit, kur i ki shejtan të vlojnë, e në Ramazan pejgamberi alayhi salatu wassalam thot Allahu i ka mbyll, i ka prangos shejtan. E tash nëse ne si musliman, si agjërues, nuk e lexojmë, nuk e hapemi librin e Allahut për ta lexuar, atu vallë kur. Problemi ndoshta është se në zemrat e tona janë mbushur me pluhur, apo janë bë me lom, edhe nuk ndikon më fjalë e Zotit. Po i shohin ndoshta edhe tek disa musliman e tonë, të cilët ndoshta vetëm agjërojnë, vinë e falin namazin edhe shkojnë, edhe nuk bëjnë vepra pa adhurime tjera që duhet të bëhen në muajin e Ramazanit. Por padyshim se njeriu i cili din me lexu Kur'anin, s'po flas për atë i cili nuk din të lexon. Se ai i cili nuk din të lexon, pa edhe pra ka zgjidhje. Ulemat kanë thonë, është mirë me ngu, me shlu në për internet, apo në YouTube, apo në rrjetet sociale, si spaku ka një gjus të ngoje me veshin e vetë, e inshallah e fiton se vapin të Allahu xhalla shanu. Ai cili nuk din me lexu. Pa ai cili din me lexu dhe nuk e merr librin e Allahut tash fleton, sidomos këtë muaj në Ramazanit, atëherë e pyesim në atë vallë kur don me lexu librin e Allahut apo fjalën e Allahut xhalla shanu. Thot Uthmani radiallahu anhu, law tahurat qulubuna ma shabiat min kelami rabbina. Nëse zemrat tona ishin të pastërta, nuk janë me lëm, nuk bëhen me lëm, thot vallahi dhe billahi nuk do të ngopeshin kur nga me fjalët e Zotit ton. Por vetëm zemrat e tona duhet ne t'i pastrojmë. E mduket si po e shohim zemrat e njerëzive,
e muslimanëve tonë për fat të keq i ka mlu llami, i ka mlu pluni, është pak vështirë edhe me depretu fjalën e Zotit. Allahu xhelle shanu thotë fela yatadabbaruna al-Quran am ala qulubi aqfaluha. A thu vallë ata do të logjikojnë apo do ta mësojnë Kur'anin apo vallë zemrat e tyre janë të mbyllur me drymë. E kjo është gjendja jonë e muslimanëve që sot ndoshta i kanë rendit edhe të Kur'ana, i ka mlu me peshkira edhe nuk i shkon në ndërmend mendja që shkon ta largon peshkirin nga Kur'ani edhe ta merr ta lexon sidomos në këtë muajin e bekuar të Ramazanit. E kanë pyetur e ki pluni çka është në zemrat e tona duhet të largohet për ta kuptuar apo për ta ditë vlerën e Kur'anit. E kanë pyetur Ibn Taymijen rahmetullah alej, i kanë thonë a thu vallë njeriu duhet të bën taube apo istighfar? Ibn Taymijen rahmetullah alej thotë tesha ku përllongët, kur bot me lëm, fillimisht duhet me shku me la, pastaj me parfumos. Andaj zemrën tënde fillimisht duhet ti me taube, me larguat lëmin tënd. Pastaj me bo me istighfar që ta parfumosë zemrën tënde, pastaj lexon Kur'an për e përmend Allahun xhelle shanu dhe kështu me radhë. Pjesën më të madhe që njeriu duhet ta kalon në muajin e Ramazanit është me librin e Allahut xhelle shanu. Kështu kanë thonë ulemat. Por jo tan ditën tash ti mu marr me Kur'an edhe punët e tjera milion anësh. Jo, kështu nuk thot. Ulemat thonë një pjesë të madhe të ditës duhesh ti me e quhe me librin e Allahut xhelle shanu, me Kur'anin, me fjalën e Zotit. E pjesët e tjera të ditës e çon apo e kalon me namaz, me dhikr, me punë, e jo tash ka Ramazani edhe tash kanë ditën me flet, vjen namazin e fal edhe shkon, ose me Kur'anin edhe tanë ditën e bën një hatme edhe në fund të Ramazanit unë i kam bo 25 apo 30 hatme. Mu lavdru. Kjo në jo. Do të shohim se pejgamberi alayhi salatu wassalam me Xhibrilin alayhi salam çdo Ramazan kanë një hatme kanë bo bashk ata. Pejgamberi alayhi salam me Xhibrilin alayhi salam e kanë lexuar bashku. Kanë një hatme. Ramazanin e fundit të pejgamberit alayhi salatu wassalam çka ishte, Xhibrili alayhi salam erdhi dhe ja lexoi 2 herë pejgamberit alayhi salam Kur'anin. Edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam ja lexoi Xhibrilin. Që me ditë a thu vallë e ka mësu apo a thu vallë është ashtu sikurse i ka zbrit prej Allahut subhanahu wa taala. Selefët të parë tonë kur vinte Ramazani i linshin edhe dersët edhe ketë, edhe u mirëshin në Kur'an me ibadet e tjera, me namaz, me dhikr, me kështu me radhë. Andaj, spaku muslimoni në Ramazan duhet të bën një hatme, kanë thonë ulemat. Nëse donë me lexu ma shumë, mrejna 7 ditëve të bësh një hatme. Sukrëse i ka kallëzu pejgamberi alayhi salatu wasalam Abdullah ibn Amr ibn Asit. Kur ka ardhur Abdullah ibn Amr ibn Asit i thotë ja Rasulullah, unë muj me lexu më shumë. Ka thonë në 7 ditë bën një hatme dhe mos e kalo kufinin. Mos e kalo kufirin e këtyre 7 ditëve. 7 ditë ka një hatme. S'prish punë edhe në 5 ditë, po kjo është ajo koha që pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka thonë Abdullah ibn Amr ibn Asit, edhe që është transmetuar në hadithe të vërteta, e ulemat thonë spaku 7 ditë bën një hatme, e jo për ditë si vjersh edhe mos me ditë se çka i duke thonë, apo mi kalu ato pjesët apo rregullat e të zhvidit, edhe me ingatruar domethënë ajetet e shkronjit e kështu me radhë, edhe mos me bë si duhet. Por 7 ditë muslimoni është mirë ta bën një hatme,
por nëse nuk mund është 7 ditë, 10 ditë, 15 ditë, bile s'paku, mi hatme në këtë muaj të bekuar të Ramazanit ta bësh. Analizo, vetëm pak ne duhet të ndalemi dhe ta pyesim veten. Kush ishte melaçja e cila e zbriti këtë Kur'an? Hoxha i melaçeve, cili ishte? Gjibrili a.s. Melaçja më e mirë e zbriti këtë Kur'an. Te kush e zbriti? Te njeriu më i mirë në rrezullin toksor. Prej të Ademi a.s. deri te njeriu i fundit, cili ishte njeriu më i mirë? Muhamedi a.s. E ku e zbriti? Te cili muaj? E zbriti te muaj më të mirë. Shko nalje pak zonën aty, te tret. E zbriti në muajin më të mirë, në muajin e Ramazanit. E natën më të mirë, natën e Kadrit. Sepse thot Allahu xhelle shan inna nahnu nazzalna inna anzalnahu fi lejletil Qadr. Ne kemi zbrit komplet Kur'ani është zbrit në natën e Kadrit. Pastaj mrena 23 viteve është zbrit sipas nevojës që ka pas pejgamberi alayhis salam ditë pas dite, ajet për ajeti. E tash, kush qenë ka njeriu më i mirë të Allahu xhelle shanuhu? Thot pejgamberi alayhis salam, na ka thënë pejgamberi sa në hadith. Njeriu më i mirë, khairukum men ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Thot njeriu më i mirë të Allahu është ai cili e mëson Kur'anin dhe u mëson të tjerëve. E zbriti melaçja më e mirë, Gjibril a.s. Te njeriu më i mirë, te Muhamedi a.s. Në muajin më të mirë në Ramazan, te nata më e mirë më të motit, natën e Kadrit. E kush qenë ka njeriu më i mirë? Ai cili e mëson Kur'anin dhe u mëson të tjerëve. Do t'i cekim disa veçori të Kur'anit, edhe pse këto nuk janë diçka të reja për ju, por sidomos neve kemi nevojë me i përsërit këto gjona, për shkak se për mu angazhu më shumë ti, apo më së tepërmi në muajin e Ramazanit me Kur'anin, me librin e Allahu xhelle shan. E çka e dallon Kur'anin prej librave të tjerë, se ka pas librat Zeburit, Taurati, Injili, fletat e Ibrahimit a.s. disa fleta tjera, po disa libra tjera që ka pas pejgamber tjerë, e çka e dallon këtë Kur'an, çka e kemi ne me librave tjera. Ka thonë në lemat, e po rash se fjala e Zotit, fjala e Kur'anit, fjala e Zotit në Kur'an çka gjendet, nuk është ndryshu prej asoj momenti që është zbrit pejgamberit alayhis salam, edhe nuk ka mundësi me ndryshu deri në ditë kiametit. Edhe nuk ka mundësi dora njeriut me prej Kur'anin. Shpesh herë janë mundu njerëzit me botu Kur'anin edhe me i hek disa fjalë, disa shkronja. Shembull, një la, jo. Nuk ka mundësi me hinë xhenet jahudia apo krishterë kështu me radhë. Atë la nuk e kanë nxjerr, kanë thonë që mundet me hinë xhenet jahudia, krishterë kështu me radhë. Po shumë shpejt muslimanët e kanë hetu edhe i kanë ndjek ata Kur'anat. Andaj për atë edhe Allahu xhelle shan e ka marrë ndër hyjde përsipër që ta mbron këtë Kur'an. Edhe çka thot inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Ne kemi zbrit këtë Kur'an, edhe ne kena me mbrojt. Është fjalë e Zotit pa ndryshu. Te Injilit, Taurati ka hi dora njeriut, edhe nuk janë ata të vërteta mo. Nuk mundesh me thonë se ç'kjo është Injili që i ka zbrit Isës, Zeburi apo kështu me radhë Musës apo Davudit apo pejgamberëve të tjerë. Ka hi dora njeriut të ato librat e tjerë, për atë me ardhen e Kur'anit, këtë librat e tjerë janë largu edhe nuk mirën parasysh më në fenë islame. Është udhëzim, Kur'ani është udhëzim, shpëtim për krejt njerëzit, ai cili don, e lexon, edhe don me kuptu, është udhëzim dhe shpëtim për këtë njerëzimin. Është navigacion, është kushtetut. Ki Kur'an çka e kemi ne në shtëpitë tona, në paraftat tona, është shpëtim për këtë njerëzimin. Çka thot Allahu xhelle shanu? Alif lam mim, dhalika alkitab la rayba fihi hudan lilmuttaqin.
Elif Lam Mim, dhalika al-kitab la rayba fi. Kjo është libri i Allahut që nuk ka dyshime në ta. Është udhëzim për krejt, është udhëzim për të devotshmit. Hudan linnas, pas të ka në një ajetit, hudan linnas, wa bayyinatin min al-huda wal furqan. Është udhëzim për krejt njerëzimin. Nëse don udhëzim, nëse don navigacion, nëse don maps në dunjë me pas njeriu në këtë botë, duhet me pas Kur'anin me veti. Baballarët e tonë, kur i kanë qu fëmit në për gurbet apo dikuni, ja kanë dhonë atë hartën. Ka thonë, këtu kime shku, nëse shko në Istanbul, kime shku ka Sofia, kime kalu këtë qytet, ja ka vizatu. Ose ka Greqia, ja ka vizatu. Pse mës më hup? Andaj harta e njeriut e muslimonin këtë botë, është Kur'ani, fjale Allahu Gjelleshana. E treta është shërues i shumë problemeve që ka njerëzit sot i kanë, strese, telashe, smujeve. E Kur'ani është ilaç për çdo i cili ka nevojë për me shëru zemrën e vete. Thot Allahu Gjelleshanu, wa nunazzilu min al-Qur'an ma huwa shifa wa rahmatun lil mu'minin. E kemi zbrit këtë Kur'an, shërim për krejt njerëzit, shërim për çdo smuje që ka, edhe mëshirë për musliman. Kur'ani është burim i çdo dije çka ka nevojë njeriu me pas në këtë botë. Fillon Kur'ani nga krijimi i njeriu deri te ligjet e njerëzimit. Andaj burim i çdo dije. Sot dijet e dunjos çka janë? Me filozofi, me biologji, me kimi, këtë janë burimi i këtyre dive është Kur'ani, fjala Allahu Gjelleshanu. Sepse Allahu Gjelleshanu është ai cili e ka kriju tokën dhe qiejt, edhe çdo sen që ka nevoj njeriu me ditë, mundet me i gjetë të fjala Allahu Gjelleshanu. Pastaj e pesta, është lehtësim Allahu Gjelleshanu e ka bo që njeriu ta lexon edhe ta mëson përmendsh. Nuk ka libër në dunjë që mundet njeriu ta mëson 600 faqe me pika dhe presje. S'ka libër në dunjë që mundet me mësu përmendsh njeriu një libër që i ka 600 faqe përpas librin e Allahut Gjelleshanu. E kemi hafëzllarët e tonë, e kemi tash në kohën e fundit që dul Hafës Emiri, 600 faqe me pikë dhe presje e tha para komisionit. E këtë Allahu Gjelleshanu e ban vetëm me librin e tij, rahmet lehtësim për një musliman, që ta mësoj përmendsh. Edhe thot Allahu subhanahu wa taala, wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min mudakkir. E kemi bërë këtë Kur'an të lehtë për ta mësuar, a ka dikush që merr këshilla nga ky Kur'an? Allah thot e kemi bërë të lehtë që njeriu ta mëson, vetëm a ka kush që e mëson edhe që merr këshilla nga ky Kur'an. Pastaj pika tjetër prej veçorive të Kur'anit është se ky Kur'an do të vjen ndërmjetësues, si e cekëm edhe në fillim, të Allahu Gjelleshanu ditën e Kiametit. Njeriu ku do të bëhet hazër për me shkue në xhenem, pasi ta kalon urën e Siratit, vjen agjërimi dhe i thot Allahu Gjelleshanu, o Allah, ky njeri, hadithi është i vërtet, thot, vjen agjërimi dhe i thot Allahu Gjelleshanu, o Allah, o Zot, ky njeri ka marrë Ramazan, është largu nga haja dhe pija, është largu nga epshet, është largu nga fjalët të kotave, është largu nga punëve të këqija, është largu nga thashë thamët, nga gibeti. Andaj, o Allah, ndërmjetësoje që ky njeri me në xhennet. Allahu Gjelleshanu e merr edhe e fut për hatër të agjërimit, e fut në xhennet. Vjen Kur'ani dhe i thot, o Allah, unë e filanin e kam lënë pa gjumë. Natën e mirë ki Kur'anin, në kohën e Sifirit, ka një gjuz e lexonte. Ishte kohë e gjumit, ai u çonte e mirë edhe e lexonte. O Allah, ndërmjetësoje këtë, bane shefat edhe fute në xhennet. Edhe Allahu Gjelleshanu për hir të Ramazanit, për hir të Kur'anit, njeriu do të hijë në xhennet me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Pejgamberi alayhi salatu wasalam, ditën e Kiametit, ata të cilët kanë lexuar Kur'an dhe kanë mësuar Kur'an përmes,
do t'ju thot ditën e kiametit, o ti filan, qohu dhe lexo dhe ngjitu në shkallat e Allahu xhelleshanu në xhennet, derisa ta lexosh ajetin e fundit që e ki lexuar në dunjë. Allahu ekber. Ke lexu elhamdulillah, ke lexu inatanën kulu Allahin felekin nasin idha jan, ke lexu surat al-Bekara, Ali Imran, ditën e kiametit ka me thonë Allah, o filan, çu, lexo, çka ki lexu në dunjë, ngjitu, një ajet e ki lexu, ngjitu të nart shkallët e Allahut, shkallët e xhennetit. Deri kur? Deri ajetin e fundit që e ki lexu në dunjë, që e ki mësu në dunjë, që e ki mësu përmend deri në çate, momentin që i thu stop vetës, atëherë Allahu xhelleshanu ka me thonë stop, edhe që këtu e ki vendin tanë në xhennet. A ka ma mirë që kur njeriu e mëson Kur'anin, kur njeriu e studion Kur'anin, e lexon Kur'anin, edhe ditën e kiametit do të Allah, unë e di gjuzin amme, unë e di gjuzin Tebarek, unë e di gjuzin Bekare, unë e di ajetil kursi, unë e di amen Rasuli, unë e di këtë sure, edhe kimi lezu Allah të sërë që e lexon ka një ajet, ki më ngriti shkallave të xhenetit më nalt edhe më nalt edhe më nalt. Deri kur? Deri në ajetin e fundit që kime lexu, edhe kime thonë stop, mo çka s'di, edhe Allahu ka me thonë ç'ktu e kije vendin tanë në xhenet. Për ndryshe, njeriu i cili ja kthen shpinën Allahu xhelleshanu, njeriu i cili ja kthen shpinën Kur'anit, thot Allahu subhanahu wa taala, wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuru yawm al-qiyamati a'ma. Ai cili ja kthen shpinën Kur'anit, fjalët e Zotit, ai ka me pas në jetë të ngushtë, në familje, në shoqni, në varr, edhe ditën e kiametit. Edhe Allahu xhelleshanu thot kanë kina me ringjall ditën e kiametit qartë, pas sy, të verbut. Ka me thonë, o Allah, unë në dunjë i kisha syt. I shifsha unë, e shifsha grun, e shifsha vladin, e shifsha nanën, e shifsha babën, i shifsha njerëzit. Thot sot nuk po i shoh ata. Ku e kam e vladin, ku e kam nanën, ku e kam babën. Atëherë Allahu xhelleshanu thot kedhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kedhalika al-yawma tunsa. Te në dunjë i kishe, i shifsha ata, mushe mi pa. Ama kur erdhen fjalët e Zotit, ti ja ktheve shpinën. Dvike mërzi me marr, me fshi atë Kur'an edhe me lexu. Dvike mërzi ti me shku në xhami, dvike mërzi ti me shku me ngu një ders, dvike mërzi ti mu fal, dvike mërzi ti shkurt ja ktheve shpinën Allahut në dunjë, edhe Allahut ka me ta kthi shpinën ditën e kiametit. Edhe ka me të ringjallë qartë. E kjo është ma zalla ma keq që Allah me në këti shpinën ditën e kiametit. Për mes me në këti Allah o shpinën ditën e kiametit, ne në dunjës do të me në këti shpinën fjallët Zotit. Ata që din me lezu, let ledzojnë, se vallaj për çdo shkronjë, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, i ka 10 sevape. Nuk po tham elif lam mim, thot pejgamberi sa, nuk po tham elif lam mim është 10 shkronjë. Thot elifi është shkronjë, lami është shkronjë, mimi është shkronjë. Vetëm e thonë elif lam mim i ki 30 sevape të Allahu xhelleshanu. Andaj, nuk din me lexo elhamdulillah, lexo elem të rekifin, lila fikurish, erejt e ledi, lexo ato që ka din për menç, ka njerë, 2, 3, 4, 5, 10, lexo kullu vallahin 3, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, kullu vallahin është 1/3 e Kur'anit, me 3 të kullu vallahin që ka e lexon, e kije sevap me sikur se me bo një hadme të Allahu xhelleshanu. Lexoje 4 herë idha jaa nasrullahi wal fath, kul ya al kafirun wal asr wailu li kulli humazatin lumazah. Andaj që i kemi shpjeguar vlerat e këtyre surave. Lexoni ata çka e din, nuk din përmend. Merë televizin, shloje YouTube-ën, edhe nisja pi sot me shluë surat al-Bakara, edhe merë lexoje. Merë Kur'anin edhe bane sukur se ti je duke e përcjell. Pse se kur vjen një SMS pi dikujt na çka e pret, shembull je biznesmen apo, edhe ki porosit një mall pikine, edhe tash vjen dush me e prit një përgjigje, vjen një SMS anglisht apo kinezisht, nuk e kupton, ama ti gëzohesh se ta ka çu filoni, tash ti ki diçka është me rëndësi ajo.
Me rëndësi, edhe pse nuk e kupton kime shku, kime e gjetë, po ti merre Kur'anin shqip, funit, nuk din, merre Kur'anin shqip, edhe për ai lexon arabisht, ti e ngon edhe mundohesh me përsërill në gjuhën shqipe. E inshallah Allahu xhelle xhan ta bën kabul. Vetëm mirë është ta çelmi, mos ta lajm. Nëse dikush e le edhe nuk e çel brenda vitit, e sidomos në Ramazan, edhe e mush pluni, e vallaj duhet me pastru zemrën e vete. Duhet me pastru zemrën e vete. Andaj ne lutim Allahun xhelle xhan që Allahu të na pastron zemrat e tona nga pluni jon. E lutim Allahun xhelle xhan që Allahu në këtë muaj të bekuar të Ramazanit që ka zbrit edhe Kurani, lutim Allahun që të na lehtëson që ta bëjmë ka një hatme, ka 2, ka 3, që atë sa kena mundësi ta bëjmë ka një hatme, se për çdo harë, për çdo shkronjë që ka e lexon njeriu, ka sevapet e Allahu xhelle xhan, edhe kështu hijen në xhenet duke bë sevape, duke lexu Kur'an, duke fal namaz, duke bë dhikr, duke fal namaz taravije, inshallah Allahu xhelle xhan për hir të këtyre veprave, Allahu xhelle xhan na fal gjunat edhe na bën nasib xhenetin. Amin. Wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin.